Do njerëzit më shumë kanë fytyra sa parë në xhepa. Dikush i ka ndoshta 100.000 fytyra. I ndron sabah akşam, jo sabah akşam po, stoting i ndron fytyra. Çdo muhabet i ndron fytyra. Tash mu bo interesji, është bo modernizëm. Sot mu kanë interesji, është bo mod. Krejt dynjaja o gjatë korruptu, krejt dynjaja o gjatë pindrojnë parimet, krejt dynjaja po marri kredit, krejt dynjaja harambasha. Pse bërë do mos baj pak, mos po baj shumë. Do modernizëm është bo. E për mi mbrojt parimet, li me kuptu drejt. Se kur ti mbrojsh parimet e dinit Allah, do është ta kime mejt vetë. Valla veç vetë janë. Ama unë i mbrojt parimet e dinit Allah. Përshta Ibrahimi a.s. ka qenë një. Ona ka qenë sa komplet një umet. Për këtë arsye nuk matët umeti edhe nuk matët grupi i madh me numra, jo me matët sa i qëndrushëm ti në fejnë Allahut Azza wa Jall. Se kur jeti interes gjimane, men ti i ki 10 ftyra. A di pse i ki 10 ftyra? Se shumë lakmitari je. Shumë lakmon. A di, çdo sen ki qef ta bajsh, ta mirësh, e për këtë arsye njëri i ndron vazhdimsi ftyra. Do njerëzit më shumë kanë ftyra sa parë në xhepa. Dikush i ka ndoshta 100.000 ftyra. I ndron sabah akşam, jo sabah akşam po, stoting i ndron ftyra. Çdo muhabet i ndron ftyra. Allah Azza wa Jall, vallahi mas shumë ti që ju urren. Kështu pi kategorive më të mëdha është munafikat. E kena të innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Munafikat janë në gradën më të ulët zjarmi i xhenemit, edhe në çafira. Halo më shumë ki mu di. Se non stop ndron ftyra. Është punë e keqe me qenë munafik.